Atëre, për arsye se këtu jemi në tavolinën e arshivës së Tribunale Patriota Europeo. Ju e dini tash. Meqense unë do futet në këtë arshiv, atëre e çojmë datën. Video e Zares 16/0/2000. Këtë e kam për Ilirian Celibashin. Ilirian Celibashin e njihemi bashk, ti e di që unë nuk kam vdekur, dhe qa ke bërë? Të thash në video që Ilirian më përpara unë e testova. Çdo gjë e kam testuar, pse unë kam bërë mbi 20 video, kam bërë dale me një vendim për rastin e Kosovës, për rastin e Shqipërisë, edhe për rastin e Romanisë. Romania, qa bëri? Korte Kostitucionale Rumene ha violentat edhe ajo, edhe Kosova, edhe Romania, edhe ti veçarisht Ilirian Celibashi, se njihemi bashk, ti e njeh ligjin, po ti ishte Armando Subashi, ai ishte tondo, që themi neve këtej, nuk ka njeh fas ligjin edhe shke ligjin, po ti e njeh ligjin dhe ke frik nga ligji. Kam thënë edhe një herë tjetër, kur e shkele ti e përdhunove Kushtetutën Amerikane të George Washingtonit, vota, është super e shenjtë. Përdhunove Kushtetutën Shqiptare për votën. Ke futur njerëz kot në burg, po i persekuton në burg. Erio Velio është një i persekutuar në burg. Për qa e mban në burg? U dogje. Nuk e realizuat. Mesa, li, men, nuk e realizuat. Nuk i morë zgjedhjet. Për qa i mban në burg? Hajde përgjigju. Shkërdhatat e mutit. Bi kurvash. Kini lindur bi kurvash. Pjella e djallit. Mbretëria e djallit. Nëna tuaja janë buqa, që janë qirë me djallin. Shkërdhatat e mutit. Ku do të vini kështu? Nuk kemi sy e faqe dalim këtu. Jeni mafioz. Shqiptarët mafioz që punojnë ditë për ditë, një byth mut, një qelbësir muti që doja shkërdheja atë bythën. Një indian, një sunak, i lisë, ata shqiptarët me tela me gjëmba i nxjerr nga burgu edhe u thot do qojnë Shqipëri edhe e qonë Afrikë. Shikoni me s'kini sy apo nuk kini sy. Nuk jam ini do të ja datë atë kariken e Diramës kështu me këto shkërdhat, sira do jam ini. Byth qirat e mut.